Punët që bëhen me program, për kushtim dhe duke kërkuar kënaqësinë e Allahut janë të garantuara për sukses. Ato pavarësisht vëllimit, njeriu e bëjnë të njohur në qiell e tokë. Veçmas kur janë punë që lidhen me shërbimin ndaj Zotit, librit dhe fesë së tij. Personalitetin që do t'ua prezantojmë sonte në portret vjen nga Tetova, me veprimtari e aktivitet në Tetov, por me famë në botën mbar. Ka fituar titullin e mualimit apo mësuesit më të mirë të Kuranit në botën mbar. Mahmud Efendi Aslani. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Më i miri për jush është ai që mëson Kur'anin për vete dhe u mëson atë të tjerëve. Këto janë fjalët që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka thënë për mësuesit e Kur'anit. Janë mirënjohja më e madhe që dikush mund ta merr. Të vlerësoj një profet për punën që bën është mirësi e shkuar mirësisë. E se jo, kur puna që bën është puna më e mirë, puna më me vlerë, puna që i shërben njeriu më së shumti. Asgjë nuk krahasohet me këtë punë për faktin se vlera e librit të Zotit ndaj librave tjerë është, siç ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, si vlera e Zotit ndaj njerëzve. Kjo ka shtyrë muslimanët që përgjatë gjithë historisë Kur'anin ta shërbejnë me përkushtimin më të madh. Kanë shkruar vepra e komentar të shumë për Kur'anin. Kanë themeluar fakultete e qendra studimi për Kur'anin. Kanë themeluar institute të veçanta për hifzin apo memorizimin e tij. Me një fjalë, i kanë bërë një shërbim që nuk i është bërë asnjë libri në botë. Edhe në trojet tona Kur'ani është shërbyer me përkushtim. Janë me qindra hoxhallar që kanë kaluar vite duke u mësuar atë besimtarëve, të rinj e të rritur në xhami. Një prej tyre është edhe personaliteti që do ta prezantojmë, por i cili është paksa më i veçantë. Për këtë punë që e ka bërë për disa dekada, ai ka marrë mirënjohjen si mësuesi më i mirë i Kur'anit në botë. Është ky Hafiz Mahmud Efendi Aslani, jetën dhe veprimtarinë e cilit do ta shpalosim sonte në portret. Mulla Mahmud Efendi Aslani ka lindur me 15 mars të vitit 1932 në fshatin Çiflik të Tetovës. Mësimet e para i mori në mektebin e fshatit në vendlindje, tek Hoxh Beqiri. Gjatë luftës së dytë botërore, në mënyrë të fshehur, ka vijuar studimet dhe mësimet në fshatin Merov, tek Hoxha Tahiri, ku për çdo ditë, për 3 vite me radhë, dimër e verë, ka udhëtuar nga 4 orë në ditë. Aty ka pasur rastin që të mësonte elementet e para të gramatikës dhe sintaksës arabe. Pas kryerjes së shërbimit ushtarak, aty diku ka vitin 1954, është caktuar imam në Novosel të Dervenit të Poshtëm, ku ka shërbyer për 9 vite me radhë. Në ndërkohë, në mënyrë intenzive, i rreket punëve dhe arrin ta marrë provimin për imam, sepse aso kohë ky kualifikim ishte i domosdoshëm për ata që shërbenin si imam. Në këtë kohë legalizohet edhe mësimbesimi. Përveç lëndëve fetare, provimi ka përfshirë edhe lëndët shkencore, ku me sukses i ka mbrojtur dhe ka marrë diplomen përkatëse. Në vitin 1967 fillon punën si mualim në xhamin e Pashës, e cila është një ndër xhamit kryesore të Tetovës, në të cilën mësonte nxënësit çdo ditë, nga namazi i sabahut e deri në namazin e akşamit. Xhamia e Pashës njihet po ashtu edhe si xhamia e larme. Është e njohur për vend turistik dhe e njëjta çdo ditë ka vizitorë të ndryshëm, shumica e cilëve vijnë jashtë Maqedonisë. Interesi tek vizitorët është
i madh dhe ata e vizitonin përveç tjerash edhe hoxhën dhe nxënësit e mektebit, ku nuk largoheshim pa marrë ndonjë dhuratë nga hoxha. Këto vizita ishin shkak që disa funksionarë turq, të cilët kishin parë kushtet të hoxhës, të marrin iniciativën për ndërtimin e një godine afër xhamisë, ku hoxha do të ketë kushte më të mira për punë dhe për jetesë. Kjo gjë ndodhi në vitin 2011, ku në hapjen solemne të objektit ishte i pranishëm edhe vetë kryeministri i atëhershëm dhe presidenti aktual i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan. Hoxha nuk e kishte as pak të lehtë kryerjen e misionit. Ai kishte hasur në pengesa dhe vështirësi, të cilave u ka bërë ballë me dinjitet, derisa ato janë bërë një lloj realiteti i përditshëm që pastaj askush më nuk kishte forcë që ta ndalonte nga misioni i tij. Hoxha Mahmud Efendi Aslani për 40 vite me radhë ka punuar si mualim në xhamin e Larme. Me punën e tij, ai bëri që të jetë njëri ndër mualimet më të njohur të trevave tona dhe jo vetëm. Është shembull markant i një pishtari të dijes, dersin e cilit e morën qindra fëmijë, jo vetëm nga qytetit e Tovës, por edhe nga fshatrat e afërta dhe madje edhe nga vende jashtë Maqedonisë. Merit e tij e veçantë është ajo që deri në vdekjen e tij ai ka arritur që t'i nxjerrë më shumë se 200 hafëzdarë. Këtë mision të shenjtë e ushtroi edhe gjatë viteve të 60-ta. Atëherë kur feja dhe mosimbesimi ishin të ndaluara nga pushteti ortodoks slavo-komunist, por edhe pas viteve të 80-ta, kur mosimbesimi me urdhën nga lart ushtrohej vetëm të shtunave dhe të dielave. Numri i hafëzve që kanë dalë nga mualimi dhe muhafizi jon i shuar Mulla Mahmudi është, siç e theksuam edhe më parë, më shumë se 200. Sipas të dhënave nga regjistri i hafëzve të Mulla Mahmudit, në vitin 1975, për herë të parë hifzin e kam përfunduar 3 veta, të cilët llogariten si përvoja e parë e hoxhës së nderuar. Vlen të përmendim se mosha e hafëzve ishte e ndryshme. Hafëzi më i ri për nga mosha, i cili e ka mbaruar tërë memorizimin e Kur'anit, ka qenë vetëm 7 vjeçar, akoma pa hyrë në klasën e parë të shkollës fillore. Kuptohet se ka edhe nxënës të moshave të ndryshme, mirë po ajo mosha mesatare ka qenë nga mosha 9 deri në moshën 12 veçare, dhe këtë nga të dyja gjinit. Shumica e tyre pas përfundimit të hifzit janë regjistruar në medresen Sabeo, mirë po prej tyre ka që edhe i kanë vazhduar studimet në Kosovë, Bosnje, Turqi, Siri, Jordani, Egjipt, Arabi Saudite e tjerë. Një numër bukur i madh i tyre kanë diplomuar në universitetet të ndryshme islame. Një numër bukur i madh i tyre kanë diplomuar në universitetet të ndryshme islame, në drejtime të ndryshme. Vlen të përmendim gjithashtu se një numër i madh i tyre aktualisht ushtrojnë detyra fetare në Tetov, mirë po edhe në vende tjera në qytete tjera të Maqedonisë. Po kështu edhe në Bosnjë, në Turqi, e madje prej tyre disa janë edhe në diasporë. Mulla Mahmudi e donte me gjithë zemër punën që bënte. Ishte përkushtuar, siç themi ne, me mish e shpirt. Ai dilte nga shtëpia e tij qysh në kohën e namazit të sabahut dhe kthehej në shtëpi vetëm pas namazit të yatsis. Gjithë ditën qëndronte në xhami, përkatësisht në mekteb, pa asnjë ditë pushimi, përveç
2 ditëve të bajrameve, bajramit të Fitrit dhe bajramit të Kurbanit. Ai bënte një jetë të thjeshtë dhe modeste. As pak nuk nguronte që gjithë një të jetë në shërbim të Islamit, përkatësisht të mësimit të Kur'anit fisnik, e veçanërisht të hifzit. Përveç kësaj, ai për çdo vit kryente me nxënësit e tij nga një hatme. Hoxha në fjalë ishte i shkath për të nxjerrë hafëz të Kur'anit, nga se tërë jetën e tij ishte përkushtuar këtij qëllimi të lartë e sublim. Gjatë muajit Ramazan, hafëzët fillonin mësimin menjëherë pas syfyrit, ku që në orët e hershme nuk ngurronin që të shkonin në xhami. Vaktet e ushqimit gjithnjë hoxha i bënte në mekteb. Ai ishte tamam një pedagog i vërtet dhe një psikolog i lindur. Metoda se si kryhej hifzi dhe promovimi i hafëzve ishte e veçantë. Talebeja, ashtu siç i quante ai nxënësit, kur vendoste t'ia fillonte hifzit, e ndiqte këtë metodë. Së pari e mësonte faqen e 20 të xhuzit të parë, pastaj faqen e 20 të çdo xhuzi. Pastaj shkonte tek faqja e 19 duke e përsëritur bashkë me faqen e 20, e pastaj vazhdonte me faqet të poshtë, pra 18, 17, 16, 15, e kështu me radhë, derisa arrinte me sukses ta përfundonte tër hifzin. Nxënësi, pas se përfundonte hifzin, ai edhe 2 herë të tjera kishte një periudhë kohore të shkurtër kur e përsëriste tër Kur'anin përmendesh, me qëllim që të jetë sa më i përgatitur. Pas kësaj, Hoxh Mahmudi lajmëronte organet kompetente të myftinisë dhe caktonin datën për kandidatin që e ka përgatitur hifzin, ku edhe zyrtarisht ai mbronte titullin hafëz i Kur'anit. Zakonisht kandidatët e kryenin hifzin për një periudhë 2 ose 3 vjeçare. Mirë po, kishte prej tyre që e përfundonin edhe për një kohë më të shkurtër. Myftinia e Tetovës caktonte datën dhe komisionin 3 antarësh për mbajtjen e provimit të kandidatit të ri. Provimi i cili vazhdonte 3 ditë me radhë nga 2 orë, ku kandidatit i parashtroheshin më shumë se 1000 pyetje. Dhe në fund nga komisioni 3 antarësh bëhej vlerësimi dhe suksesi i kandidatit. Në bazë të suksesit të arritur, komisioni i jepte titullin hafëz i Kur'anit Kerim dhe hafëzin në fjalë pajisej me një diplom të lëshuar nga Kryesia e Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë Veriut. Ajo që vlen të përmendet është se shërbimin e tij e kishte për gjitha grup moshat. Ai kishte zakon që në xhamin e Pashës për çdo ditë gjysmë ore para namazit të akşamit të mbante një lloj kursit të hapur, ku çdo kush kishte mundësi që të merrte pjesë aktive në të. Po kështu edhe pas namazit të sabahut, dhe këtë për gjitha grup moshat pa dallim. Më 30 korrik të vitit 2012, organizata botërore për mësimin e Kur'anit përmendsh dhe për leximin e tij me selinë Gjidde të Arabisë Saudite, Hoxh Mahmudin e shpall si muallimin më të suksesshëm në botë. Shpërblimin i ndan mbreti i Saudisë. Hoxha ishte njëri tejet modest dhe as pak nuk pëlqente që të ekspozohej para gazetave apo mediumeve. Thjesht ai kishte zakon të shprehej: këtë që unë jam duke e bërë, e bëj vetëm për hir të Allahut, ndaj mjafton që Allahu të di. Mulla Mahmud Efendi Aslani ka vdekur me 21 qershor 2021 në Tetov. Në varrimin e tij, ndonse ishte kohë pandemie, morën pjesë besimtarë të shumë në shenjë respekti e nderi për veprën e tij.
Në njoftimin e bërë nga kryesia e Bashkësisë së Fesë Islame në Maqedoni me rastin e vdekjes së muhafizit ton, qëndron mes tjerash edhe kjo. Me dhimbje të thellë pranuam lajmin pikëllues se Hafiz Mulla Mahmud Aslani ndërroi jetë dhe kaloi në botën e mshueshme. Hoxha i madh i Tetovës ja dorëzoi shpirtin të madhit Zot, krenar që ja kushtoi një jetë të risamit, moralit, dijes e në veçanti kultivimit të hafëzve në trojet tona. Ai e mbushi vendin me qindra dietar dhe hafëz të menjohur. Ai ishte i samit, i popullit musliman, ishte i palodhshëm, i pastër siloti, modest, i urtë, i durueshëm, dinjitoz, i buzëqeshur, i drejt, i butë dhe me vullnet të paluhatshëm. Deri në fund të jetës nuk pushoi së nxjerrë hafëz të rinj. Dje promovuam 2 hafizë të reja të fundit në veprimtarinë e tij si muhafiz. Atë e njohu bota, saqë edhe në Arabinë Saudite u dekorua për punën e madhe të tij. Mulla Mahmudi kaloi në botën tjetër, por mbetet inspirim i gjallë për gjithë ne dhe model se si duhet jetuar, si duhet vepruar dhe si duhet vdekur. Mbaron citimi i lajmit cilin e kanë publikuar kryesia e Bashkisë së Fesë Islame në Maqedoni me rastin e vdekjes së tij. Ne të nderuar teleshikues, vëllezër dhe motra, në ndarje do donim që nxjerrim disa mësime me vlerë nga jeta dhe veprimtaria e muhafizit ton Mahmud Efendi Aslanit. Mësimi i parë dhe më i rëndësishëm që e marrim ka të bëjë me atë që përcakton vlerën e njeriu. Njeriu njihet dhe vlerësohet sipas asaj që bën. Puna e cakton vlerën tonë të vërtetë. E veçmas puna që kryhet me sinqeritet. Kur Hoxha e ka filluar misionin, as nuk i ka shkuar ndërmend se një ditë do të mund ta merr këtë titull si më i miri i muhafizëve në botë. Por ja kur një punë fetare, siç është mësimi i Kur'anit, kryhet me pasion e sinqeritet, shpërblimi edhe në këtë botë ditë jetë i mrekullueshëm. Prandaj është thirrje që punën që ne e bëjmë, ta bëjmë për ta kënaqur Allahun e madhruar, sepse shpërblimi për punët e tilla na vjen edhe në këtë botë para botës tjetër. Suksesi nuk njeh kufi. Kur një punë të madhe i bashkangjiten sinqeriteti dhe përkushtimi i madh, suksesi edhe nëse ka 7 palë dyer të mbyllura, prap do të arrijë depërton. Biografia e Mulla Mahmudit është frymëzim i dyfisht. Frymëzim për marrjen e dijes dhe frymëzim për shpërndarjen e saj. Siç përmendëm, si i ri, për të marrë dije, ai ka udhëtuar çdo ditë nga 4 orë. Si mualim e muhafiz, ka punuar nga mëngjesi deri në mbrëmje. Trashëgimia më e mirë që njeriu lë pas vdekjes nuk janë parat e as pallatet, por janë veprat që mbajnë të tjerët të udhëzuar. Të lësh pas vete një dije të dobishme, ose thënë më mirë, të lësh pas vete qindra njerëz që kanë mësuar Kur'anin prej teje, është trashëgimi që vetëm një i marr nuk do ta dëshironte. Hafiz Mahmudi ka nxjerr breza të tërë vajzash që kanë memorizuar Kur'anin, për të shuar kështu ata zërat e kopshëm se kinë se feja po e lë ka femrën pa shkollim. Ai ka përgatitur femra me edukat, të atilla që do të edukojnë brezat e rinj, që mësimin e Kur'anit do ta përcjellin nga brezi në brez. Mahmud Efendi Aslani dhe Mira Aslan të tjerë janë dëshmi se kjo fe nuk shohet kurrë. Edhe larg vendit ku është shpallur në gjuhë tjetër, kjo fe mësohet e përhapet. Kur'ani mësohet edhe nga ata që nuk e din gjuhën arabe. Kështu dëshmohet se ky libër është hyjnor, nuk ndryshon kurrë, nuk shtrembrohet dhe se deri në ditën e fundit do të ketë njerëz që do ta shërbejnë atë. Mulla Mahmudi
është inspirim edhe për ambicjet dhe dëshirat për të shërbyer kësaj feje. Si që rëfen Hoxha Muhammed Sytari që i kishte bërë një vizit Mulla Mahmudit gjatë kohës së pandemisë, brengja e tij ishte se kur do të hapeshin sërish kurset e Kur'anit. I kishte thënë kur do të mbaroj kjo llovi. A din gjatë se kur do të hapen kurset e Kur'anit. I biri i tij Hoxha Abdulrahman thoshte se që kur ka rënë pandemia dhe i janë ndalur kurset fetare, babai edhe kur shtrihet për të fjetur, edhe në gjumë dëgjohet duke i mësuar nxënësit e tij. Kështu janë besimtarët. Nuk ndalen së punuari për Zotin deri në vdekje. E madje, po t'ju jepë mundësia që të ktheheshin prapë në këtë botë, do të ktheheshin vetëm për të shërbyer Zotit dhe për të punuar për kënaqësinë e tij, për asgjë tjetër. Allah mëshiroft Hoxhën ton dhe të gjitha xhallarët që me përkushtim i shërbyen kësaj feje, e neve na mësoft që të ecim hapave të tyre. Deri në takimin ton të radhës, qofshin në mbrojtjen e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.